Dhe jemi rikthyer pra këtu pas pak minuta marketing dhe do të flasim për diçka që pranova edhe në fillim të emisionit. Do të flasim për vetdijen dhe sa i kushtojmë ne rëndësi historisë ndër vite. E dim pra që ndonse edhe kaq vite pas përfundimit të luftës, sigurisht plagët janë të freskëta dhe ende kemi familjar goxha të afërt mund të them që janë të prekur nga lufta. Dhe sigurisht ajo që është më shqetësuese është që të rinjët në një farë forme, në një mënyrë apo në një tjetër nuk po kanë atë njohurinë e përgjithshme për këto çështje, për këto tema dhe sigurisht apo mund të fatmirësisht kemi persona të cilët pra kanë vendosur që të merren më gjerësisht me këto dhe madje po flas këtu konkretisht për Agronkullën nga Kosova Dua, nga një organizatë qeveritare, i cili pra ka propozuar një lloj forme për një lloj forme atraktive për të rinj për të mësuar historinë, por për projektin që do të flasim në vazhdim, bëhet fjalë për BUI 60. Pse kështu? Dhe si lindi ideja, do të flasim me vetë Agron. Agron, mirëmëngjes, faleminderit që jemi. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Agron, po nisim pra me këtë si lindi ideja për BUI 60 edhe çfarë do të thënie ka kjo? Fillimisht faleminderit për ftesën tuaj, ndjemi nderuar që jam këtë emision tuaj. Ideja e këtij projekti ka lindur shumë mëti. Ne jemi si organizatë e re nga funksioni. Fakt ne kemi studiu se disa muaj çka me arë si një projekt madhor që kemi dhe kemi startuar me këtë projekt. Ideja jonë është që në këmjet të projektit të prekum disa mosha, që është mosha 14 vjeçare, që mendoj që është goxha nevojshme të preket me këto projekte. Ky projekt ka me pas një bashkërendim, është vetëm si traditë ose faza e parë, ti ka me qenë në prekaz. Ideja këtij projektit ka lindur më shumë për shkak edhe të nevojës sa për shkak të rrethanave tjera, ne për shumë që është shumë e domosdoshme edhe për kohën që po jetojmë edhe për proceset që po kemi. Projekti BUI 60 ka lindur me shokun tim, që kam edhe kohën e djathtë, qysh në Shkort e kemi filluar projektin. Projekti ka për qëllim edukimin e nxënësave të klasave të nënta të moshës 14 vjeçare. E kemi nisë në pavarësinë e Kosovës, si prom e kemi pas, pikërisht me datën 17 shkort, dhe do të mbaroj me datën 28 nëntor. E kemi këtu pra edhe më gjithësisht projekt propozimin, por edhe këtu po shihet pra nga pavarësia e Kosovës dhe pavarësinë e Shqipërisë. Por cilat janë qëllimet kryesore pra përveç kësaj që a mendoni pra që nuk po dinë nxënësit mjaftueshëm të rinë kosovar lidhur me këtë, apo si lindi ideja, nevoja për këtë projekt? Fakt, mbi 85% e nxënësave e kanë vizitu Spaku një herë prekazën. Domethënë deri në tani prekazë ka 16 milionë e 500.000 vizitorë, sipas statistikave që kemi hulumtuar. Por duke hulumtuar, duke biseduar me shkolla, me profesorë të rrethanave, për shumë se nxënësat, sidomos kjo moshë, nuk janë të njoftuar me këto tema. Mbi 60% prej tyre nuk e dinë as domethënie, as nuk i dinë disa gjëra të cilat unë mendoj që është goxha e rëndësishme edhe për moshën që ata po kalojnë, por edhe për rrethanat që ne po gjendemi tani. Kur e kemi marrë cilën moshë me përfshirje në këtë projekt, i marrë përfundim ka mes disa mosha dhe mes disa nxënësave të shkollave të ndryshme, por kur marrë në përfundim dhe kemi studiuar mas disa muajve, i marrë përfundim që kjo mosha 14 vjeçare, gjenerata 2010-2011, është goxha e nevojshme të përfshihet në këto projekte, prandaj e shumë goxha të domosdoshme të fillojmë. Kemi pa, unë mendoj që si aset dhe si nismë, prekazi është vlera më fundamentale jona. Unë mendoj edhe është jo mund edhe me hulumtu edhe kemi hulumtu betejë jashare është njëna betejave ose është betejë më unike në botë, sepse nuk ka kësi betejë që ka ndodhur ndoshta asnjë herë, asnjë luftë, asnjë etapë kohore. Po, dhe po du me të pytë se e përmende pra është pikërisht mosha 14 vjeçare. Pse e keni pasi domosdoshme pikërisht këtë moshë? Sepse mosha 14 vjeçare ose nxënësat e klasave të nënta po kalojnë për disa sfida goxha negative, mund të them, ne për shumë si çdo ditë po ka probleme të natyrave të ndryshme, për shembull vetëm në komunën që nga vijon, nga komuna Podjevës, vetëm për gjatë muajit shtator, 15 ditë e para ka ndodhur mbi 15 raja dhe 4 therrje, pikërisht të këtyre moshave. Unë mendoj që kjo edukimi kombëtar, edukimi patriotik, unë mendoj që është goxha e nevojshme për ta për pikën që gjendemi ne. Prandaj për shumë që
mbi 45% për tyne janë edhe konsumus të dohanit, mbi 60% për tyne janë alfabeta funksional. E kemi po që kjo moshë këgja e nevojshme për shihet në këto aktivitete. Nuk mendoj që do të zgjidh kjo krejt këtu në gjana, por më mendoj që do të ketë një nisë të mirë rreth këtyre fenomene negative që po përfshihet kjo moshë. Prandaj ja kemi zgjidhur këtë moshë. Po. Dhe po më përshtypje sepse e përmendë pra që e kam vizituar mbi 85% në nxënësve kanë qenë, por që nuk po e dinë realisht simbolikën e prekozit. Mendon që duhet më shumë, paktën kur organizohen vizitat të tilla edhe në aspekt shkollor dhe jo vetëm të kenë më shumë njohuri, të spjegohet më shumë apo jo? Prandaj, kjo është ideja. Prandaj dhe në fillimet tona, ne kemi planifikuar të përfshijmë nxënësat të klasave të nënta. Domethënë që i bie dikon janë nxënësat e klasave të nënta janë 22.643 në gjitha nivelet këtë Kosovën. Po të ardhë dhe të e filtru idenë tonë edhe nismë në mjarë përfundim që me përfshi sa ma pak nxënësa. Për shkak se ideja është që me përfshi sa ma pak nxënësa, po që qatë mesazh që përshojmë të ata nxënësa, kjo sigurisht që ka me qenë edhe ka mu transmitu dhe ne kemi edhe një produksion i cili do ta inqizoj komplet ngjarjet dhe tash do të flasim në vijim edhe për më thellësisht për ngjarjet. Dhe ideja është që mi përfshi nxënësat e klasave të nënta të gjitha shkollave edhe të gjitha qyteteve, nga pak që ky mesazh më përqu me disa objektiva që kemi përgjatë në vijim edhe përgjatë vitit 2026. Po, dhe pse është e rëndësishme, sepse po e diskutojmë shpesh, por pse keni po prekozin, e përmendet që një gabetet më të rëndësishme, më të mëdha, më unike në botë apo jo. E keni zgjedhur prekozin pikërisht për këtë arsye. Po, projekti BOJ 60 do të vazhdoj, do të thonë kjo do të jetë si traditë. Prekozi është vendi i parë ku do të jetë. Po, vendi i parë është, në 2026 ne do të mundohemi të përfshijmë edhe komplekse të tjera memoriale, janë 19 komplekse të tjera memoriale, pra prekozi është i pari. Ideja jonë është që aty ka qenë nisma, unë mendoj që edhe është edhe kryekomandanti Adem Jashari dhe nismat e para kanë qenë pikërisht nga vendi aty, edhe pashtu edhe aksioni i parë i Ushtrisë Shërimtare të Kosovës pikërisht është bërë nga Adem Jashari me 6 korrekt 1992. Nxënësat do të kenë mundësi të marrin në disa informata që më herët nuk janë trajtu ose janë trajtu shumë pak. Ne do të mundohemi se secilin qytet ta lidhëm me diçka karakteristike. Pëzojmë nxënësat e komunës së Klinës, nxënësat e komunës së Gjakovës, të lidhëm me diçka karakteristike të qytetit, qoftë me një betejë të qytetit, qoftë me një masakër të qytetit, apo qoftë me ndonjë tregim të ndonjë veteranit ose ndonjë familje të cilës i kanë mbjetu betejave, ne do të lidhëm me një karakteristikë që më herët nuk kanë ndodhur. Dhe e përmendë, pra, si do të vazhdoj pastaj ky proces, kjo nis, pra, bëhet fjalë për një periudhë goxha të gjatë? Po. Bëhet pjesë pra pe i shkurtit deri në nëntor apo jo? Po, neve organizimin na ka marrë, domethënë implementimi idesë për shkurtit deri në nëntor. Domethënë tash nisma të ngjarjes do të zhvillohen këtë ditë. Për shkak edhe një pushimit vjeshtor që kanë pas nxënësat tash fillim, ne nuk kemi mund që me fillu me datat nisë, janë kanë të planifikuar. Një ditë ka qenë, do të jetë çdo qytet, një ditë Odia, një ditë Gjilani, një ditë Kamenisa, një ditë Klina, edhe secili qytet do të përfshihet në këto vizita për gjatë disa orëve, 7 orëve, dhe rrethonave që ne kemi shpjeguar për nxënësat. Kjo nismë do të implementohet për gjatë muajit nëntor, duke munduar të përfshijmë çdo qytet, por ka edhe për qytetet të cilat e kanë refuzuar, domethënë kanë refuzuar po, komuna për shembull, komuna e Voshtrisë ka refuzuar këtë projekt, domethënë janë gjitha dhonat tona zyrtare, kemi jap me kohë, por ka refuzuar për arsye të tyre, po ka edhe qytete të cilat pak edhe pe neglizhojnë. Në fakt jo pak, por shumë pe neglizhojnë edhe për rrethonat që po janë edhe që po kalojnë nëpërmjet proceseve zgjedhore, neve po na marrin shumë kohë, nisma është e planifikuar të zhvillohet nëntor për shkak të simbolikës së madhe, po ne po punojmë pa pushim, po të shohim që do rrjedh. Dhe cilat janë qenë edhe njëherë agrandatat e supozuara për të nisë? Po. Datat e supozuara kanë qenë prej datës 1 deri me datën 28 nëntor, 28 qytete. Po i bën në rrjedhimisht i bën krejt Kosova, sepse 28 qytete, po, krejt Kosova. Domethënë se cilat qytete ka datën e caktuar. Domethënë ideja është për shkak ne kemi planifikuar që me nisme po do jevën, për shkak se vim nga ajo dhe për shkak organizimit më të lehtë, jo për shkak të rrethonave të tjera, veç organizimit më të lehtë, dhe do të mbaroj me Skënderajin.
Me Skënderaj me datën 28 nëntor. Këtu po mendoj që Skënderaj e keni lënë me qëllim. Po për shkak po. E kemi lënë me qëllim po. Edhe për shkak të rrethana pa dashni, ideja jone është mi përfshi gjitha komunat dhe mi përfshi gjitha me përçu mesazhin. Tash mundem edhe me fol edhe për objektivat që i kemi si ide, janë disa objektiva kryesore. Nëse mundem mi thonë objektivat kryesore, para është që qëto varë video, qëto varë kanë me qenë si filmi metrazhi të shkurt. Do që kanë më shfaqe dhe kam... Kto kanë me realizu pra nga vizitat e nxënësve? Vizitat e nxënësve dhe kam do më prej fillimit të ditës, do më prej mëngjesit, edhe deri në rikthim kanë me pas pamje caktuar që kemi marrë. Sigurisht pa dashur edhe me rëndu nxënësat, ne do të marrim vetëm pamje të vizitës si thelbësore. Këtu do të kenë një skenar, do më thonë në një këmë përgatitur e 15 skenar për gjitha komunat, për secilin karakteristikë të komunave. Dhe ideja është që tu, ne do të, me qëtu video, me qëtu mesazhe, me qujtë dhe sinkrume të vogla, ne do të konkurrojmë edhe në disa për festivale më të njëra në 2026 që kemu shfaq. Ndoshta kjo do t'i paraprihet një filmit të metrazhit gjatë për luftën ose qoftë për familjen Jasharë, qoftë për familjen Fajaziti, pa dallim. Ideja është vetëm me nisë diçka në filmit të metrazhit gjatë që ende s'ka ndodhur. Pashtu si objektivi dytë, si objektivi dytë është dhe më parapri një lëndë të edukimit kombëtar. Ne për shumë që lënda e edukimit kombëtar është shumë e domosdoshme. Unë mendoj që deri më tani kanë kaluar për fillimet, për çujkit të përpjekjet e reja, janë një demonstratave të para 1989, deri më tani janë afërsisht 50 vite, dhe ne kemi materialet mund të themi të bollshme që me mujt me nisë me inicu një lëndë të edukimit kombëtar. Kjo kam i paraprit, që kjo kemi si qëllim, si objektiv kryesor, dhe pashtu kemi si objektiv kryesor është me eduku ta nxënësa dhe me pa, ndoshta edhe me ulkit dozën e emigrimit që po ndodh, se mendoj që edhe kjo edhe pjesa e emigrimit është një problem në vete, nuk kemi mujt me trajtu, mendoj që njeriu kur e shef vlerën e vërtet vendit vetë, shtetit vetë, mendoj që edhe kjo do ndalet. Po, dhe nëse flasim pikërisht për këtë agron apo si atë dilni mban me mirëmbajt pra këtë pjesën si aktivitet, edhe po mendoj në aspektin edukativ me atë patriotik, sepse shpesh në mënyrë që të mos mbetet për shembull vetëm njëra apo vetëm tjetra, mos jetë vetëm një aktivitet simbolik, po tjetë realisht diçka që të mes në mend fëmijëve. Unë mendoj që kjo nuk është në sparë ne mund ta quajmë simbolik, por kjo nuk është aktivitet simbolik, kjo është aktivitet po është ndartuar me një bazament shumë të fortë. Na kemi me propozime, me skenare dhe gjithçka. Domethënë, unë mendoj që këtu nuk kanë delidhje, nuk kanë shkare mes vetë, edukata, patriotizmi, janë një bazament. Unë mendoj që nëse ti prirësh të duash vendin tënd, ti domosdoshmërisht ke qenë edhe edukum. Rrjedhimisht kemi qenë në arsimum, sepse e shet që nuk ka rrugdalje tjetër. Domethënë, nivelet tona të transmetimit, qoftë edhe të kurrikulave tona shkollore, ndoshta nuk janë të duhura më së shumti. Unë mendoj që edhe këtu kemi përgjatë mujve dhe përgjatë aktivitetet dhe projekteve tjera, ne do t'i trajtojmë edhe këtu. Prandaj edhe thash, e kemi për qëllim të futet si lëndë zgjedhore, po qoftë obligative edhe lënda edukimit kombëtar. Po, dhe nëse flasim për këtë, agrone përmendet i paka shumë që ka pasur edhe komuna pra që nuk janë bashkuar kësaj nisme, këtij organizimi. Po, a ka qenë e vështirë dakordimi me shkolla, apo si është bërë përzgjedhja, apo me shkolla, me komuna, sepse edhe me një komunë mundet me qenë kej dakord, po ndoshta ka dikush që nuk do në marrë pjesë. Vullneti i shkollave është shumë i madh më përfshin, ne mund të përfshijmë nxënësa me bollëk kuptimin e ngjarjes sepse janë vullneti, po është një leje që duhet të marrëm, një leje veçantë nga DK-ja e çdo komune, domethënë drejtoria komunale e arsimit, sepse për zhvillimin e aktiviteteve brenda kurrikulës edhe brenda. Po për shkollat që keni marrë leje, për këto komunat që keni marrë leje, a ka pas shkolla që kanë hezituar me marrë pjesë? Shumica e drejtorive, shumica shkollave është një farë hezitimi, sepse për shumë që vërtet është një neglizhencë, nuk mundëm sillem se është gjithçka mirë, sepse në teren është ndryshe. Ne kemi zhvilluar deri më tani afërsisht 4000 takime për shkurtit, domethënë kemi krejt dokumentuar
dhe ka shkollë që ka hezitu, ka shkollë e cila është proces, ne gjatë javës do të fillojmë, do të startojmë me këto vizita. Ideja jonë është që disa komuna kanë qenë shumë korrekte, muna me përmend për shembull komuna e Klinës e cila është shumë korrekte, po ka edhe prej tyre që nuk kanë qenë korrekte, mund të them që kanë qenë edhe shumë tendenciöz mbi ata që kanë jepë përgjigjen e tyre. Dhe nëse flasim për këtë, pra, e përmende pak a shumë për mbështetjen, po si shkon kjo çështja e mbështetjes që ka ardhur nga institucionet agrar për juve? Për shembull, mbështetja e institucioneve kjo është nismë e cila ka nisë prej vullnetit tonë. Shumica e mbështetjes e kemi prej bizneseve dhe individëve, ato i kemi edhe të shpërndam çdo biznes i cili na ka bashku deri më tani. Faktë shumë vështirë me bëjë këto lloj organizime të cilat kanë kosto të mëdha dhe ne për shkak që ka shumë vështirësi, disa prej komunave kanë pranuar me bërë rimbursimin e transportit, mendoj që do të pranojnë edhe të tjerat, po disa prej tyre ne deri në 50 nxënësa kemi të paraprom organizimin dhe kemi kostën e planifikuar. Për shembull komuna e Mitrovicës ka pranuar që me bërë rimbursimin e transportit, po pak për shkak edhe të dinamikës dhe përfshirjes së shumë komunave, pak po vonohen përgjigjet edhe për shkak të këtyre proceseve zgjedhore që po ndodhen. Janë edhe të dielën edhe janë më shumë se 16 komuna në balotazh dhe po ka tash probleme dhe vonesa të përgjigjeve. Pra, po thuaj që kjo ka lënë pezull edhe këtë projekt. Puna që çka tutje, po. Njëra prej arsyeve kryesore. Po, edhe nëse flasim për këtë agrar, e përmendë pra ti që është e nevojshme edhe të jetë pjesë si lëndë zgjedhore në shkolla, madje edhe pse jo edhe obligative. A mendon se do të përkrahet një nismë e tillë? A do të gjej hapësirë në shkolla? Nuk mendoj që vullneti është i gjatë. Unë nuk e mendoj që ka dikush që nuk ka vullnet për kësi nisma. Po tani pastaj këto proceset burokratike, proceset cilat shkojnë në disa faza, duhet të jenë edhe fazat e Ministrisë së Arsimit, ne duhet bashkëpunojmë me shumë. Kjo është proces që ne po duhet me inicu. Kjo do të shkojë 6 muaj, 1 vjet apo 2 vjet. Na mendoj që kemi me inicu dhe do të bëjmë. To është një lloj që kemi edhe premtim ndaj vetes. Ideja është që kemi edhe shumë gjëra të cilat neve na mendojmë që me inicu, por janë edhe disa gjëra të cilat na mungojnë. Për shembull, është shumë e domosdoshme të miratohet ligji për vlerat tona kombëtare. Unë mendoj që është një ligji për vlerat tona kombëtare që nënkupton që dikush i cili ka qenë pjesë e luftës mos më pyet aq lehtë që po ndodh sot. Domethënë pa asnjë argument ose diçka, unë mendoj që nëpërmjet kjo do të kalojë nëpërmjet kuvendit. Është shumë e rëndësishme, ne do të inicojmë edhe këtë gjë. Ashtu janë edhe disa ligje tjera që mendoj që duhet po ka shumë boshllëk edhe po ka shumë probleme. Mendoj që është shumë e nevojshme edhe për shkak edhe proceseve që po ndodhin të normal, padrejtisht të njëanshme, raciste nga gjykatat që po ndodhin, është shumë që po krerëtohen në ushtrisë shërbimtare të Kosovës që po gjykohen padrejtisht. Unë mendoj që shumë është e nevojshme që të anohet nga këto tema. Sepse shohim që animi i televizioneve tona, mund të marrë përgjithsisht edhe i temave tona dhe njerëzve kompetent, është nga disa gjëra të cilat mendojnë nuk janë të rëndësishme dhe do të mundohemi spaku ne me na ofru hapësirën, ne do të prezantojmë gjitha idetë tona e pastaj mbetet në vullnetin e njerëzve me na përkrah. Po, edhe për fund dua me të pyet Agran për këtë çështjen e mesazhit edhe cili është mesazhi juaj realisht për rinjën e Kosovës përmes këtij projekti? Kjo është koha kur të thush të mesazh çfarë mesazhi më përmbledh. Unë mendoj që vetëm një mesazh kam, ne thjesht do të pas atë vullnetin me marrë edhe me hulumtu historinë tonë. Duke hulumtu historinë tonë, rrethonat tona, kalumën tonë, sepse nuk jemi në shtet se vetëm se 20, në shtet jemi vetëm se 25 vjet, mund të themi, për 2017 vjet, por ne kemi një histori të bollshme, si në aspektin e duke fillu prej lufta dhe përpjekjeve tona të para, prej aspektin e njerëzve tonë në luftën e parë, luftën e dytë, pa ashtu edhe pjesën e luftëtarëve, kemi një histori shumë të begatshme. Unë mendoj që i ftoj rinin dhe pjesën e çdo moshe të hulumtoj për këtë pjesë dhe
të hulumtoj duke qenë i ftoftë dhe me një racionalitet më të thellë dhe ka me pa që vërtet ka nevojë, ka me pa dhe vetë mu bind që shteti jonë është shumë unik dhe mendoj që unë e quaj kjo është në aspektin individual është shekulli shqiptare. Në aspektin individual është shekulli shqiptare, sepse në gjitha dikasterit i kije shqiptarët e Kosovës, për marrë general, i kije në gjitha nivellet të parët. Po, ne duhet të punojmë shumë në aspektin ekipor, në aspektin përtej individualitetit, përtej oborët tonë, do të shohëm edhe me një arsyetim edhe të kontribuojmë për vendin tonë. Më thonë kemi domosdoshmëri. Agrano, më falenderoj shumë që ishe këtu sot edhe që besoj që sot do pak kushdo që na ka ndjek, ka marrë atë mesazhin që duhet i kushtohet më shumë vëmendje realisht çështjeve kombëtare dhe ju të lihen kështu pak anash vendet e ti. Falenderoj shumë për punën. Shpresojmë se kemi japur një mesazh të mirë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit juve. Dhe të dashur shikues, do të vazhdojmë tutje me emisionit, do të shkojmë fillimisht me pak pamje nga kryeqyteti për të rikthyer pastaj me një të ftuar tjetër të flasim me Albert Limani lidhur me festivalin e këngës dhe më gjerësisht pastaj se rrugtimin e Kosovës drejt Eurovisionit, një ngjarje, një event, një çka jo tjetër që merr vëmendjen e gjithë botës dhe jo vetëm. Kështu që vetëm pas pak rikthehemi, shkojmë pak pamje nga kryeqyteti fillimisht.